ndoshta është me të meta, është sprov pe Zotit me sprovu ty se apo je i kënaqur apo duron këtë sprov dhe dije se shpëlimi tek Allahu do të kesh shpëlim të madh, edhe pse ndoshta ka ndonjë defekt apo. Nga se thash, nëse kjo logjika është e shëndosh, atëherë çka të bëjmë edhe me të tjerë që kanë të meta ndoshta fizike ose kanë të meta fizike ose psiqike ose mentale, çka të bëjmë tash? Ti braktisim, ti nënçmojmë, ti vrojmë, po dyshim se kjo është logjikë e egër, kjo është logjikë jo njerëzore, shtazarake, që nuk e pranon as feja as logjika e njeriu apo. Për arsye, këshilla ime e fundit, sepse ndoshta e zgjatën përgjithë, por është e rëndësishme për shkak se janë shtuar rastet e abortit në botë në përgjithësi. Edhe tek ne më të madhe, unë e kam lexuar para disa ditë, para se më ditë këtë përgjigje fare, këtë pyetje para se më marr, para disa kohërave, e kam lexuar në statistikë se në Amerikë çdo e treta lindje është abortim. Do të faktikisht 3 fëmijë lindin, fëmia i katërt është abort apo. Unë paranu do të thotë se sipas një statistike do të përmi se 1.700.000 fëmijë gjatë një viti janë abortuar në Amerikë. Kjo është skandaloze. E tek ne ndoshta nuk është popullata aq e madhe, mi po nëse minimizohet, atëherë del padyshim edhe tek ne skandaloze. Duhet që të kemi kujdes në këtë rast, e jo vetëm me një analizë hamendse, me një analizë të ngutur të vrojmë fëmijën tonë. Por të jemi me të vërtet, andaj në qofse është rasti serioz, unë preferoj që pjesë e këtij komisioni për të vendosur për abortin të jetë edhe hoxha. Do të thotë, nuk dua që tash t'ja përgjigje të përgjithshme. Valla nëse është situata kështu, le të aborton. Ja, po them mos aborto. Është ndaluar të abortosh edhe në këtë rast, përderisa nuk është e rrezikuar jeta jote. Mirë po, është situatë tepër ndërlikuar, është situatë tepër serioze. Atëra raportin e mjekëve, çka ka thonë mjekët, ja dërgon një hoxhë të besueshëm dhe thosh, o hoxh, ky është raporti i mjekëve. Kështu ata po thonë që do ndodh. Çka thot feja për këtë rast specifik? Do duhet që çdo rast ta trajtojmë në mënyrë individuale. Jo të japim përgjigje të përgjithshme duke thënë ai fëmijë i cili është në barkun e nënës dhe vërehet se zhvillimi i tij është normal, duhet të abortohet. Atë njerëzit e marrin këtë përgjigje dhe për çdo rast edhe më minimal do të vendet abortimi apo. Për këtë arsye, pasi që është përgjigja pyetja e përgjithshme dhe pasi nuk po di saktësisht se deri në shkollë ka arrit zhvillimi i tij normal, po them se është ndaluar të abortohet edhe në këtë rast. Nuk bën. Dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Pavarësisht se është në fazën para se merr shpirti, e mos flasëm pas fazës kur vjen shpirti. Mirë po, a ka mundësi edhe në këtë përgjigje me pas përjashtime? Po ka mundësi, mirë po çdo rast e ka trajtimin e vet